Pra, krenari është ai i cili është liru prej zinxhirëve të epsheve, të egos dhe është lidhur me Allahun e lartësuar. Çka është krenari? Domethënë sa më i nënshtruar, aq më ma krenon. Sa më i përulën ndaj Allahut, aq më i pathym ndaj sfidave dhe ndaj të tjerëve. Mirë. Atëherë cili është pra dallimi mes krenarisë dhe mendimasisë? Që të marrim krenarinë, bëhemi krenar, edhe ta ndërtojmë veten mbi krenari, po të largohemi prej mendimasisë. Dallimi është te burimi. Prej ku buron krenaria, prej ku buron mendimasia? Krenaria vjen prej Allahut. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Krenaria i takon Allahut, domosë Allah është krenari, se është cilësi e mirë, edhe është atribut që tregon se Allahu është patmecë. Ba domon Allahu t'i takon krenaria, pastaj të dërguarit, sepse Allahu jep krenari të dërguarit, po jep edhe besimtarit. Domon burimi ku e marrim krenarin? Tek Allahu i lartësuar. Për ata Allahu thotë ayabtaguna indahum al-izza, fa inna al-izzata lillahi jami'a. Thotë çysh ata po mundohen me lyp krenarin edhe përmes njerëzve, domon përmes pabesimtarëve në këtë rast, mu bë krenar. Ndërsa krenaria e tyre është e Allahut, domon ja jep kunetën edhe e privon prej krenarisë këndon. Ndërsa burimi i mendimasisë është nefsi shejtani. Sidomos shejtani, sepse për herë të parë ose gjunohi i parë që është bosh mendimasia. Shejtani ka shfosh mendimasi. S'po ka që ne ka treguar Allahu i lartësuar. Sepse derisa nuk ka thonë, nuk ka refuzuar shejtani për miron se ishte Ademit alayhi sallam, s'ka pas gjunohe, nuk ka pas mëkate. Për ata, për shkak të mendimasisë, aba wastakbara wa kana min al-kafirin Allah. Shejtani refuzoi urdhrin për shkak të mendimasisë dhe u bë prej pabesimtarëve. Mendimasia e çoi në pabesim dhe u bë pabesimtar. Thjesht burimi. Prej nga buron krenaria dhe prej nga buron mendimasia.